Musa a.s. ju drejtu Zotit një ditë tha: Ja Rab, allimni duaan eduke bihi, o Zot, mësam të të lus ty diçka të veçantë. Tha: O Musa, tha, thuj la ilaha illallah. Që? Tha, thuj la ilaha illallah. Ka mundësi me hinë gjennet dikush ka nuk thot la ilaha illallah. Po sa njeri jeton, është i kryum, e i ka kitë mirësit kur s'ka thonë la ilaha illallah. Ama nuk mund mu ka një njëti, a i qka e thot shumë la ilaha illallah, ja ju helledhina amen, u dhkurullahe dhikren këthira. O ju që keni besuar Allah, i përmen në Allahin shumë. E prandaj, i tha, o Zot, Musa i sam, po këtë fjallë e thojnë krejt, tha, sukur ta vnojshën peshoj, këtë fjallë, la ilaha illallah, Musait a.s. i ka thënë Allahun, do të peshonte ma shumë se 7 herë toka, qielli dhe gjithësia. O vlezër, la ilaha illallah du të me thonë çdo herë, ama në këto ditë shtone ma shumë, se na ka mësu pejgamberi a.s. me thonë ma shumë, në këto ditë me thonë, mi bë 3 lloje të ibadetit. Cilat janë ato? Me bë tehlil do të thotë mi thonë Allahut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa më shumë me thonë la ilaha illallah. Një. E dyta me bë tahmid, me falendru Allahun që na ka bë musliman, që na ka dhënë shnet, na ka dhënë din, na ka dhënë Kur'an, na ka dhënë mirësi shumë të panumërta. Me falendru Allahun, gjuha më e mirë, ajo gjuhë që i thot la ilaha illallah. Gjuha më e mirë, ajo gjuhë që i thot Allahut elhamdulillah. Dhe e treta, gjuha më e mirë është ajo e cila i thot Allahut Allahu Akbar. Nuk ka sen që të çon xhennet se fjala la ilaha illallah, se fjala alhamdulillah dhe se fjala Allahu Akbar. Prandaj bota sot në këto ditë e madhron Allahun më shumë ata që janë vigjilent dhe kanë pikësynimin e faljes Allahut në stacionin e Dhulhijhes, që Allahu po betohet, atëherë ta madhrojmë Allahun me këtë lloj të ibadetit. Pse? Se sot janë grumbullimi i të mirave të Zotit. Ne sot i përcjellim këtu, kemi haxhi në safet tona, që mas 1 orë gjysë i veshin ihramat dhe shkojnë mi thonë Allahut lebejk, Allahume lebejk. Në 10 ditë të Dhulhijhes janë ditët e haxhit, është dita e tavafit, është dita e Arafatit, është dita e kurbanit. Hoq, po këto shkojnë, po na shka me bë? Po dhe ti therr kurban, po dhe ti lexon Kur'an, po dhe ti jep sadaka. Shumica xhallarëve jepni zakatin 10-in e Dhulhijhes. Po ju tham vetit dhe juve, zakatin përveç në 10-in e Dhulhijhes, zakatin një pjesë ndanë në përveç në 10-in e funit Ramazanit, zakatin dhe sadakan shtonë në 10-in e Dhulhijhes, se vepra më e pranuar është në ditën e Dhulhijhes.